Mjeku ma tregoi këtë sekret. Qepa e kuqe është plot me vitamina dhe trajton këto 3 probleme. Sido që ti konsumoni të gatuara ose jo, nga qepët organizmi ka shumë për të përfituar. Nëse deri më tani keni bërë naze për shkak të aromës karakteristike, kur të dëgjoni se sa ushqyese është kjo perime, problemet të mësipërme as do t'i merrni në konsiderat. Komponentët e sqyfurit të qepa formohen përmes një reaksioni të enzimave sa herë që shtypet ose pritet ajo. Sipas studimeve, këto komponentë të sqyfurit vijnë me shumë përfitime shëndetësore, por më e mira është se qepa mund të konsumohet e pagatuar për të marrë në maksimum edhe vlerat e saj ushqyese, për të evituar komplikacione dhe gjithashtu për të ndikuar pozitivisht në dobi të shëndetit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas studimeve, komponentët që gjenden te qepa do të luajnë një rol pozitiv në rritjen e vlerave të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Gjithashtu këto komponent mundet të zvogëlojnë prodhimin e kolesterolit jo të shëndetshëm të trupit. Në këtë video, sipas Brightside, do të listojmë përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj edhe nga konsumi i qepës së kuqe, cilat janë arsyet pse duhet ta shtoni atë në dietën tuaj dhe vlerat e çmuara që ato do të ofrojnë. Ka në veti të mira anti-inflamatore. Sipas një studimi të vitit 2013 në American Journal of Psychology, quercetin, një antioksidant enzime efektive anti-inflamatore, është vërtetuar se relakson muskujt e rrugëve të frymëmarrjes dhe mund të lehtësojë edhe simptomat e astmës. Personat të cilët kanë këto shqetësime mund të përdorin qepën e kuqe si një lehtësues, derisa të marrin kështu edhe trajtimin e specializuar. Është e rëndësishme që qepa të konsumohet ashtu si duhet. Vlerat e saj do të jenë të larmishme dhe të menjëhershme në dobi të organizmit. Qepa e kuqe është një produkt fantastik, e cila do të nxjisë gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar. Polifenolet e pranishme të qepa e kuqe veprojnë kështu si antioksidant, duke mbrojtur kështu trupin kundër radikaleve të lira, sipas Anne Moye, dietologe për qendrën e Washington DC. Eliminimi i radikaleve të lira mund të ndihmojë ndjeshëm edhe në ruajtjen e një sistemi të fortë imunitar. Sipas qendrës mjekësore të Universitetit të Marylandit, quercetin, e pranishme tek qepa, mund të zvogëlojë gjithashtu reaksionet alergjike duke ndaluar trupin tuaj të prodhojë histamine. Ato ju bëjnë të qani, të shtini dhe kruheni nëse jeni gjithashtu një person alergjik me konsumin e saj. Përbërësit që gjenden te qepa janë të mirë gjithashtu edhe kundër problemit të radikaleve të lira në organizëm. Nga të gjitha llojet e ndryshme të qepës, e kuqja është më efektive në luftimin e qelizave të dëmshme të zorrve, pasi quercetina që gjendet te ato mban larg problemin e radikaleve të lira dhe mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese edhe kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj, përdorimet të tilla të qepës mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë kundër qelizave të këqija. Gjithashtu qepët e kuqe janë të pasur me antiocianin. Këto dy komponent mund të bëjnë që qelizat e dëmshme të vetëshkatrohen. Rritja e niveleve të quercetinës në organizëm mund të ndihmojë në pengimin e rritjes së qelizave të dëmshme, të cilat shkaktojnë edhe komplikacione në trupin tuaj. Gjithashtu qepët e gjalla të kuqe mund të ndihmojnë në minimizimin e riskut të problemit të radikaleve të lira, element këto që mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj të mëlçisë, duke neutralizuar radikalet e lira, duke penguar inflamacionin dhe duke ndërtuar kështu edhe shëndetin tuaj të mëlçisë. Përdorime të tilla mund të jenë alternativat më të mira ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Qepa e kuqe është e mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Qepët e kuqe përmbajnë flavonoide të cilat ndihmojnë në shëndetin tuaj të zemrës. Gjithashtu ato ndihmojnë edhe në përmbajtjen e oligosulfurit që ulë riskun e zhvillimit të sëmundjeve kardiovaskulare dhe mund të luajë një rol pozitiv në shëndetin tuaj kardiak.
Gjithashtu ekspertët tregojnë se qepët e kuqe veprojnë si ullues të gjakut natyral që mund të ndihmojnë në uljen e riskut të goditjeve në tru, sidomos tek personat të cilët janë më shumë të predispozuar ndaj këtyre komplikacioneve. Por duke qenë se shumica e studimeve tregojnë përfitimet, atëherë nëse merrni medikamente për këtë rast, konsultohuni me mjekun tuaj nëse duhet ose jo ta përdorni qepën e kuqe. Sipas Healthline, përdorimi i qepës së kuqe mund të jetë një alternativë shumë e mirë edhe kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Kromi, një element shumë i rëndësishëm i pranishëm tek qepa, ndihmon në rregullimin e luhatjeve të sheqerit, ndërsa squfuri ndihmon në uljen e sheqerit në gjak dhe gjithashtu duke nxitur prodhimin e insulinës. Një studim i vitit 2010 në revistën Environment Health Insight raportoi se kjo mund të jetë veçanërisht e dobishme për individët të cilët kanë edhe luhatje të forta të sheqerit në trup. Individët me diabetin e tipit 1 dhe tipit 2 që konsumonin qepën e kuqe kanë treguar se nivelet e tyre do të ulen edhe do të mbajnë më lehtë nën kontroll luhatjet e sheqerit. Ekspertët këshillojnë përdorimin e qepës së kuqe si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve, duke ndikuar kështu pozitivisht kundër problemeve të tilla edhe në rritjen e përfitimeve të shëndetit. Konsumi i qepës së kuqe në mënyrë të rregullt në dietën tuaj mund të cilësohet si një nga alternativat më të mira kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët këshillojnë që qepën ta konsumoni sa më të freskët, kështu ndikimi i saj do të jetë më i plotë. Qepa e kuqe ka kaq shumë përfitime shëndetësore sa që është e këshillueshme të konsumohet edhe e freskët, në mënyrë që të gjitha vitaminat dhe mineralet që ka të përthithen menjëherë nga organizmi dhe gjithashtu të merrni vlerat e çmuara për mbajtjen nën kontroll këtyre komplikacioneve. Është mirë që qepa të konsumohet rregullisht sepse përfitimet që do t'i ofrojë shëndetit do ta bëjnë atë në një prej produkteve më të mira. Qepët e papërpunuara përmbajnë përmbajtje të mira të sqyfurit, element këto mjaft të rëndësishëm për mbajtjen nën kontroll të komplikacioneve. Sigurohuni që të konsumoni qepët sa më të freskëta në menunët tuaj ushqyese. Mësoni se si do të ndikojë qepa e kuqe në menunët tuaj dhe cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni prej saj. Siç e kemi përmendur tashmë, qepa e kuqe është e pasur me fibër dhe kjo është e shkëlqyer për shëndetin e zorrës, për kapsllëkun dhe gjithashtu është e dobishme edhe në lehtësimin e komplikacioneve të trupit. Është e rëndësishme që nëse vuani nga problemet e tretjes, qepa e kuqe të jetë një zgjidhje shumë e mirë për shkak të elementeve ushqyes. Nëse vuani nga luhatjet e sheqerit në trup, gjithashtu qepa e kuqe mund të jetë një aleat shumë i mirë i trupit dhe shëndetit tuaj. Ndaj në këto raste mund ta kombinoni atë edhe me receta të ndryshme. Qepa e kuqe do të ofrojë ndihmë mjaft të mirë ushqyese edhe për shëndetin e zemrës. Konsumi i rregullt i qepës së kuqe mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër komplikacioneve të zemrës dhe mund të japë rezultate fantastike në rritjen e përfitimeve të trupit dhe lehtësimin e problemeve kardiovaskulare. Sigurisht, e kombinuar në mënyrën e duhur, ajo mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër këtyre shqetësimeve, ndaj sigurohuni që ta konsumoni si duhet. Edhe personat të cilët duan të mbajnë nën kontroll nivelet e kolesterolit, mund ta përdorin qepën e kuqe në mënyrë të rregullt në dietën e tyre ushqyese. Kështu ndikimi që ka ajo për mbajtjen nën kontroll të këtyre komplikacioneve mund të jetë një mënyrë e shkëlqyer kundër këtyre inflamacioneve. Konsumi i saj brenda normës së lejuar është e mirë edhe për njerëzit që kanë luhatje me mungesën e hekurit. Vlerat e sqyfurit tek qepa çojnë në elementët më të mirë të përthithjes së mundësisë së hekurit në organizëm. Kështu do të ndihmojë edhe personat që vuajnë nga anemia të keni një përthithje më të mirë të mineralit të hekurit. Kështu do ta keni më të lehtë mbajtjen nën kontroll të shëndetit tuaj, sidomos kur keni mungesë të këtij minerali. Konsumi i qepës me kujdes në normat tuaja ditore mund të jetë një zgjidhje efektive. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.